Por do të thoja që ishte domosdoshme dhe është e domosdoshme dhe do të jetë domosdoshme që të ulemi dhe të shohim mirë se si qëndron problemi. A janë vërtet shqiptarët që shkojnë në brigjet e Motan Adriatikut një rrezik për Italinë? A janë vërtet ata që sjellin kriminalitetin, që sjellin të këqijat? A janë vërtet ata mishërimit të keqes Motan Adriatikut? Apo mos duhet parë në çik më mirë ky problem duke marrë shembullin e Greqisë. Greqia ka integruar afro ose më shumë se 300.000 shqiptar. Dhe sot, me sa unë arrit të kuptoj, nuk ekziston më problemi i shqiptarit si mishërimi i keqes, si mishërim i rrezikut. Sepse këta 300.000 shqiptarë të integruar dhe të legalizuar kanë treguar që janë njerëz që punojnë, që janë njerëz që mund të sjellin të mira materiale asaj shoqërie. Dhe vetë fakti që ky integrim është bërë i mundshëm tregon që këto resurse ekzistojnë. Nga ana tjetër marrim shembullin e Turqisë. Turqit kanë liberalizuar vizat për shqiptarët. Nuk di unë që të ketë shqiptarë që të shkojnë dhe të sulmojnë Turqinë ose të kërkojnë ta pushtojnë Turqinë. Di që ka shumë shqiptarë që shkojnë dhe që vinë. Viza italiane ose gomonja për në Itali për një të ri shqiptar është shansi i jetës. Dhe ky i ri shqiptar që e percepton kështu problemin dhe se s'ka si ta perceptojë ndryshe, kur mbas një jave ka uri sepse gjen punë, është gati të bjerë në duart e kriminalitetit. Do me thënë, ilegaliteti përdhon kriminalitet. Legalizimi i të drejtës së shqiptarëve për të lëvizur do të sjellë nga njëra anë normalizimin e kësaj marrëdhënies tyre shumë të turbulluar me perëndimin dhe do të sjellë edhe nga ana tjetër rënien e këtij trafiku klandestin. Po ashtu siç një goditje e merituar e perëndimit ndaj Slobodan Miloševićit do të sjellë që shqiptarët e Kosovës nuk do të shkojnë ta kërkojnë fatin e tyre në Adriatik, Motan Adriatikut, por do të mundohen ta kërkojnë fatin e tyre aty ku kanë kohë që kërkojnë. Pra, kemi të bëjmë me një kompleksitet. Ajo që shkaktoi, them, pjesën më të madhe të reagimit në opinionin e atjeshëm, sepse më janë bërë shumë pyetje për këtë, ishte krahasimi im i industrisë së skafeve me Fiatin. Nëse Fiati në Torino mbyllet, ose nëse kërkohet të mbyllet, shkaktohet një dramë e madhe sociale. Dhe ky krahasim shkaktoi, por nuk ka pse shkaktoi shqetësim, pak rëndësi ka. Nuk jemi në të njëjtën botë, jemi në dy realitete të ndryshme. Ajo është një industri për mua, është një agjenci e madhe udhtimi që punson njerëz, që jep njerëzve shansin që të punsohen dhe që shfrytëzon boshllëkun e lën nga shteti, padyshim. Po jo vetëm nga kjo qeveri, po e lën gjatë 8 vjetëve, sepse nuk është menduar një projekt për krijimin e një shoqërie tjetër në atë qytet. Nuk është ashtu siç nuk është menduar asnjë projekt për ringjalljen e Shkodrës. Pse Shkodra është një qytet me një kriminalitet të shtuar? Sepse nuk ka një projekt për ringjalljen e Shkodrës. E krenarisë së mendimit intelektual shqiptar të viteve të paraluftës. E qytetit, e simbolit të qytetërimit i cili pikërisht ishte i tillur godit nga regjimi i Hoxhës. Domethënë, problemi është më kompleks. Ndërkaq fushatën antishqiptare të mediave italiane, përshëndruar ke politika shqiptare, por edhe ke realiteti shqiptar, si burim të këqijash për Italinë, do ta gjykoni të lidhur me politikën italiane? Zëtarit italian unë i thash, ju po përdorni ndaj nesh të njëjtat ofeza që përdori bota ndaj jush, ndaj gjyshëve tuaj. Dhe fal gjyshëve të tyre, Italia është kjo që është. Po fal atyre mafiozëve italian që krijuan, që e çuan atë virus në Amerikë, akoma sot e kësaj dite, në filmat skematik të Hollywoodit, mafiozët janë italian, kanë emra italian, flasin me dialekt sicilian. Do me thënë, mua ajo që më shqetëson me shtypin italian dhe veçanërisht me heshtjen e shumë intelektualëve italian, është fakti që ky lloj mesazhi që jep shtypi italian tregon për një kujtesë shumë të shkurtër. Tregon për një shërnjosje nga ajo traditë që e ka si Italinë dhe ka bërë kjo që është sot, fuqia e pestë ekonomike e botës. Sepse unë mendoj, dhe jo unë, se është mendimi im, por është e ditur që emigracioni
ngritin këmbë Italinë. Dhe mjafton të kujtoni se sa fjalë me vend ka thënë Gianni Amelio lidhur me këtë çështje, për të mos pasur nevojë që unë të shtoj diçka tjetër. Dhe kur unë them protektorat kulturor, them mos bini policë, po bini këtu një pjesë italie, bini këtu atë pjesë italie të cilën ne e kemi ndërruar dhe që përbën dhe një nga pasuritë e mëdha të këtij globi. Mundësoni që ne të lidhemi kulturalisht. Protektorat kulturor evropian, do me thënë në vend policëve kulturë. Shqipëria sot e kësaj dite nuk ka një kinema. Nuk ka një dritare për të parë botën për të rinjt. Shqipëria sot e kësaj dite nuk ofron për të rinjt një terren sportiv ku shkojnë të luajnë. E tjera gjëra si këto. Dhe unë them që rendi është një problem i gjerë. Rendi nuk zgjidhet duke sjellë Sylvester Stallone duke vënë ministër të brendshëm. Rendi zgjidhet duke krijuar kushte për një jetë më të mirë. Padyshim dhe policia ka rolin e saj dhe mendoj që në këtë histori policët janë më të sakrifikuarit. Sepse nuk e di, por numri i policëve që kanë humbur jetën është pamërimisht i madh dhe turpi i të gjithë atyre që merren me policinë dhe që shohin vetëm tek policia forcën që duhet vendosë rendin është po aq i madh saqë është ky numër. Pamërimisht i madh. Ju duket se